Përqafo vetëdijsimin ndaj Zotit, sepse me të vërtet, kjo është karakteristika e profetëve. Hadithi i dhënë nga Imam Aliu thekson rëndësinë e përqafimit të vetëdijsimit ndaj Zotit, ose takva, siç njihet në arabisht. Takva është një term gjithëpërfshirës që përfshin vetëdijen për Allahun, frikën nga pakënaqësia e tij dhe përpjekjen për të shmangur çdo gjë që mund të çojë në zemërimin e tij. Është thelbi i devotshmërisë dhe drejtësisë dhe është tipari i karakterit që i dalloi profetët gjatë gjithë historisë. Fjala takva nënkupton të qenit i kujdesshëm dhe vigjilent në shmangjen e çdo gjëje që mund ta bezdisë Allahun. Është një gjendje mendore dhe zemre që çon në veprime të drejta dhe një jetë të virtytshme. Mëtej, kjo thonjë thekson se takva është karakteri i profetëve. Kjo do të thotë që profetët ishin mishërimi i kujdesit ndaj Zotit. Ata ishin thellësisht të vetëdijshëm për praninë e Allahut, vazhdimisht të vetëdijshëm për urdhrat e tij dhe të përkushtuar për të ndjekur udhëzimin e tij në çdo aspekt të jetës së tyre. Përkushtimi i tyre ndaj takvas i mundësoi ata të përmbushnin misionin e tyre për të përcjellë mesazhin e Allahut dhe për të udhëhequr njerëzimin drejt të drejtësisë. Kurani ofron ajete të shumta që theksojnë rëndësinë e takvas dhe lidhjen e saj me profetët. Allahu në surën Huxhurat, ajeti 13, thotë: O njerëz, ne ju krijuam juve nga një mashkull dhe një femër, edhe ju bëm popull e fise që të njiheni me njëri tjetrin. Në të vërtetë, më fisniku prej jush tek Allahu është më i drejti prej jush. Në të vërtetë, Allahu është i dijshëm dhe i informuar mirë. Ky ajet përcakton qartë se individët më të nderuar dhe fisnik tek Allahu janë ata që posedojnë takva. Nuk zbatohet në prejardhje, pasuri apo status në këtë botë, por në nivelin e devotshmërisë që dikush ka arritur. Kjo përputhet në mënyrë të përkryer me thënien e Imam Aliut, pasi thekson se takva është karakteri i profetëve, të cilët ishin mishërimi i drejtësisë dhe devotshmërisë. Një tjetër ajet që mbështet rëndësinë e takvas gjendet në surën Bekare, ajeti 197. Haxhi është gjatë muajve të njohur. Kushdo që e ka bërë haxhin të detyrueshëm për veten e tij në atë kohë, nuk ka për të marrëdhënie seksuale, as mosbindje dhe as grindje gjatë haxhit. Dhe çfarë do të mirë që bëni, Allahu e di atë. Dhe merrni furnizime, por me të vërtetë, furnizimi më i mirë është takva. Në këtë ajet, Allahu thekson se furnizimi më i mirë që mund të merrni për udhëtimin e haxhit është takva. Nuk janë furnizimet fizike ose pasuritë materiale që kanë më shumë rëndësi, por gjendja e vetëdijes dhe drejtësia që dikush mbart brenda. Kjo përforcon më tej idenë se takva është karakteristika kryesore që duhet të kultivohet dhe përqafohet nga myslimanët. Duke reflektuar mbi thënien e Imam Aliut, ne kuptojmë se përqafimi i devotshmërisë nuk është vetëm një mjet për të arritur afërsinë me Allahun dhe drejtësinë, por është gjithashtu një pasqyrim i karakterit e profetëve. Duke mishëruar devotshmërinë, ne rreshtohemi me shembujt fisnik të vendosur nga profetët, të cilët u zgjodhën nga Allahu për të udhëhequr njerëzimin. Pasojat e përqafimit të devotshmërisë janë të thella. Ajo çon në një jetë të drejtë, integritet moral dhe zhvillim shpirtëror. Na ndihmon të lundrojmë në sfidat dhe tundimet e kësaj bote, duke na mundësuar të bëjmë zgjedhje që i pëlqejnë Allahut. Takva shërben gjithashtu si mburoj kundër mëkateve dhe keqbërjeve, duke na mbrojtur nga pasojat e dëmshme të veprimeve tona. Si përfundim, thënia e Imam Aliut
thekson rëndësinë e përqafimit të takvas, e cila është karakteri i profetëve. Ajo i nxit muslimanët të përpiqen për të kujdesur për Zotin në jetën e tyre, duke u përshtatur me shembujt fisnik të vendosur nga profetët. Duke kultivuar takvan, muslimanët mund të arrijnë afërsinë me Allahun, drejtësinë dhe integritetin moral. Allahu na dhënë të mundësinë të përqafojmë takvan dhe të ndjekim gjurmët e profetëve.